Do vjoj rezistenca edhe natën e vitit të ri? Absolutisht, Krishtlindjet i ëngrëm këtu, nesër vitin e ri, besoj të jemi mirë me shëndet, do ta konsumojmë këtu, dhe unë them që do jemi këtu gjatë dhe do rezistojmë për dënë një model proteste qëndrese, dhe ata që thoshin ku janë numrat, ditën e shtunë besoj e morë një mesazh të qartë, nuk ishin jashtëzakonisht shumë, po ishin shumë në raport me atë që nisi. Të mbledhësh sot 2000 qytetarë të lirë, pa i detyruar, pa i marrë me kërcënim, pa i marrë me para, pa u ofruar vende pune, dhe të ngjallë shpresën, është një fillim i mirë dhe unë mendoj që ditën e diel do jemi shumë, dhe mendoj që kjo që ka nisur do të përkthehet në një reagim të madh popullor në vazhdim përballë këtij regjimi hajdutësh me në krye Edi Ramën.